Përshëndetje të dashur teleshikues, jemi në një tjetër episod tek Të Rinj për të rinj. Do të flasim sot për dy iniciativa mjaft rëndësishme, të cilat synojnë të forcojnë dashurinë për gjuhën tonë të bukur shqipe. Por së pari do ndalemi tek diçka shumë e rëndësishme dhe mjaft interesante, tek një nismë mbarkombëtare lidhur me Olimpiadën e Gjuhës Shqipe. Një nismë kjo në bashkëpunim me dy shteteve, Shqipërisë dhe Kosovës, kryesisht në disiplinat e drejtshkrimit, leximit dhe gramatikës, ku synimi kryesor i të dyja shteteve është nxitja dhe zbulimi i talenteve në gjuhën shqipe dhe sigurisht forcimi i të dyja institucioneve arsimore mes dy vendeve. Më pas do të flasim për konkursin kombëtar të gjuhës shqipe, e cila ka si qëllim të zhvillojë njohuri gjuhësore dhe komunikuese të nxënësve. Ky konkurs zhvillohet në disa faza ku pas përzgjedhjeve të grupeve fituese na pret një finale mjaft emocionuese. Dhe sigurisht për të mos u zgjatur më tej, pjesëmarrës në Olimpiadë dhe sigurisht në konkurs, do të kemi disa të rinj nga shkolla 9-vjeçare mësojtore e parë shqipe për na diskutuar lidhur me informacione të ndryshme, emocionin që ata kanë pasur, po dhe sigurisht ato impaktin që ka lënë ky konkurs dhe sigurisht tek nxënësit Olimpiada. Ne do të kalojmë tani me nxënësin e parë nga shkolla mësojtore e parë shqipe, do të jemi me Grace Cickon. Përshëndetje Grace, faleminderit që pranove ftesën. Dhe do të kalojmë së bashku një intervistë shumë interesante, ku në pyetjen e parë do të doja të kuptoja se si ishte të merrje pjesë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe. Si fillim, ne mësuesja jonë na i bëri të qartë që Olimpiada do ishte një eksperiencë e veçantë për ne dhe do na jepte edhe një lehtësi në lidhje me provimin, pra nuk do ishte një punë e shkuar kot në një farë mënyre. Ne u përgatitëm shumë për Olimpiadën, kishim ato ankthe dhe streset tona, por në momentin që ulëm dhe po bënim testimin, nga përgatitja që kishim, pyetjet nuk ishin shumë të vështira dhe ne arritëm, unë personalisht arrita ta kryeja në një kohë të shpejtë dhe i kreva të gjitha ushtrimet dhe nuk pata shumë vështirësi. Mikaeli hiri direkt në temë, por para se të vazhdojmë të diskutojmë më tepër për Olimpiadën, atë për cilën është edhe fokusi i emisionit tonë, le të flasim pak për dëshirat, pasionet e tua dhe nga lindi kjo dëshira për të fokusuar më shumë tek gjuha shqipe. Unë vi nga një familje mësuesish, edhe gjyshi im është edhe shkrimtar, ka shkruar edhe fjaloret e tij dhe ai gjithmonë ma ka ushqyer këtë dëshirë për gjuhën shqipe, dhe mësuesja ime e gjuhës gjithmonë më ka mbajtur shumë afër në lidhje me gjuhën dhe më ka thënë që kam një farë lloj potenciali në lidhje me gjuhën dhe unë gjithmonë e kam pasur qef, edhe të lexoj që kur isha e vogël, gjithmonë kam lexuar, edhe të shkruaj. Nuk e kam ushtruar shumë, por e kam atë dëshirën time dhe prandaj e kam pasur gjithmonë një pjesë time në gjuhë. Mund t'ju pyes me cilën mësuese zhvilloni lëndën e gjuhës shqipe? Mësuesja jonë quhet Eva Demika dhe është me të vërtetë një mësuese shumë e mirë që na mban ne nxënësve afër dhe na ndihmon shumë. Profesorën e përshëndesim dhe sigurisht me kënaqësi të papar sepse edhe unë dikur kam bërë mësim në mësimtore të shqipe dhe më ka dhënë profesore Eva Demika. Jo gjuhë shqipe, një lëndë tjetër, por nuk ka rëndësi. Atëre, çfarë lloj pyetjesh apo detyrash përmbante testi që ti kreve? Po, testi kishte dy pjesë, ishte pjesa letrare, ku na jepeshin dy pjesë letrare, me të cilat ne duhet të kryenim analiza, kishte pyetje në lidhje me temën e tyre, me figurat letrare që gjendeshin aty. Një pyetje konkrete apo pjesa e tekstit si titulloheshe? Jo tamam, po mbajmë që na jepeshe një fjalë nga teksti dhe të gjenim në kuptimin e saj. Duke qenë që ishte tekst letrar dhe jo të gjitha kuptimet ishin drejt për drejta. Ka kuptimet fshehur. Po, duhet të gjenim, ta them, cili është kuptimi drejt për drejt i kësaj fjalie dhe kuptimi i fshehur i saj. Kurse nga pjesa gjuhësore kishte pyetje të cilat do ne të na ngatronin, po mësuesja na kishte përgatitur për to, do të ishin më të lehta, po që pjesa letrare nuk ngatrohesh. Shpresoj mos jemi ngatruar. Pjesa letrare ishte pak më e vështirë, po që në përgjithësi nuk ishin pyetje shumë të vështira këtë radhë. Na fole pak për përgatitjet. Si ishin këto përgatitje dhe a u fokusuat tek një pjesë e caktuar e gjuhës më shumë se tek të tjerat? Përgatitjen e i bëm edhe në klasë bashkë me mësuesen, po edhe personalisht me modele testes që ajo na dha, të cilat i punonin dhe më pas ja dorëzonin mësueses, që ajo të na vlerësonte dhe t'i korrigjonte. Pjesa ku ne u fokusuam më shumë ishte pjesa e gjuhës, më shumë se pjesa letrare, sepse ajo ka më shumë spica dhe më shumë pjesë ngatruese. Mësuesja u mundua që na i përmbledhte të gjitha gjërat që përmban gjuha, që të mos kishte diçka që ta linim pas dhe më pas na jepte vështirësi. Në përgjithësi i zhvilluam të gjitha. Tani, do të dal pak nga pjesa e konkursit të drejt për drejt. Si ndihesh ishe pjesë ti personalisht domethënë? Si ndihesh ishe pjesë e një konkursi, më fal e Olimpiadës që zhvillohet në Shqipëri dhe në Kosovë? Unë mendoj se
edhe pjesëmarrja vetë është një farë lloj vlerësimi për mua si nxënëse, faktikisht që mësuesja dhe nollat e mia më zgjodhen mua për të marrë pjesë në të. Është një farë lloj vlerësimi dhe një arritje për mua, sepse jo të gjithë nxënësit morën pjesë dhe jo të gjithë. Në mos gaboj ishte mbi mesataren 8-0. Po. Dhe jo të gjithë nxënësit kishin mundësinë të merrnin pjesë dhe që ta zhvillonin dhe të dilnin mirë normalisht dhe unë besoj se është një vlerësim për mua personalisht si nxënëse. A mendoni se kjo olimpiadë ndihmon në forcimin ose mund të themi në kulturën tonë të përbashkët pa ndihmon kjo olimpiadë forcimin dhe njohuritë tuaja? Po, unë mendoj se sa më shumë rëndësisht t'i japim gjuhës dhe sa më shumë thekë që t'i vëmë asaj edhe me olimpiada dhe me konkurse, sa më e rëndësishme që edhe brezi jonë të rinj të jenë, domethënë, të ndërgjegjësuar për gjuhën shqipe dhe për përdorimin e saj. Dhe normalisht olimpiada edhe konkursi na ndihmojnë ne që jemi të përgatitur për provimin dhe do na krijojnë lehtësi në ta. Tani do ndalem tek provimi. Duke qenë se olimpiadat dhe konkurset janë vërtet kanë rëndësinë e tyre, por të kalojmë tek ajo pjesa që është më e rëndësishme për ju si të rinj, domethënë në klasën e 9 janë provimet e lirimit. Sa do t'ju ndihmojë olimpiada, por njëkohësisht dhe konkursi që do të flasim pak më vonë, për të dalë mirë në provim. Pra përgatitjet që bëjmë për olimpiadën, a kanë vlefshmërinë e duhur, a janë më të thelluara, pra përgatitjet më të thelluara në olimpiadë detyrimisht provimi do të jetë më i thjeshtë, sipas jush gjithmonë. Po, unë mendoj se normalisht olimpiada na dha një farloj nejtë më shumë se çdo ecste një nxënës tjetër me përgatitje për olimpiadën, edhe me kryerjen e testit, mësuesja na tha që ishte një farloj i njëjti model me provimin dhe normalisht do na krijojë lehtësi dhe ne do jemi më të përgatitur. Dhe do jetë më lehtë. Cili ishte momenti jot i preferuar gjatë këtij kompeticioni? Kishte një moment që the, "Llasa mirë po ndihem tani" për shembull. Unë mendoj nga që e mbarova. Po, nga që e mbarova më shpejt se të tjerët, isha nga të para që e mbarova. Unë ndjeva mirë për veten time se e kisha të kohës, mos nuk do më dilte koha, mos do lëja diçka pa bërë, po nga që i mbarova të gjitha dhe edhe për një kohë të shkurtër unë ndjeva. Po dhe ndjesia që tani e mbarova. Po. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Pra si mendoni se do të jeni vlerësuar në varësi të asaj çka keni bërë, se gjithmonë ne nxënësit sidomos në gjimnaz do ta keni më të thelluar këtë pjesën që filloni dhe analizoni të gjithë testin dhe jeni në mendjen tuaj dhe thoni që mos këtu kam gabuar, e gjeni vetë gabimin. Po. Unë mendoj që gabime që mund të kemi bërë mund të jenë gabime shpejtësie, edhe nga ankthi, po shpresoj të kemi dalë mirë dhe të kaloj edhe në fazën e dytë të olimpiadës. Çfarë është diçka që ti e synon për të ardhmen? Më përmendë pak në fillim të emisionit të dëshirën për të lexuar, për të shkruar. A mendon ta vazhdosh? E kam menduar shumë mirë në fakt edhe në lidhje me gjuhësinë, edhe me gazetarin, po nuk e di, nuk kam diçka konkrete, po që ndoshta edhe mund ta zhvilloj. Sigurisht, do marrësh shkaz nga pyetja që bëri Flavia. Ti e pak herët diskutohet, por cili është ai profesioni që ti e nderon për të ardhmen? Kam menduar shumë profesione, edhe në lidhje me gazetarin që thash, edhe në lidhje me diçka me gjuhësinë që ma kanë shtyr edhe familjarët. Mbajshëm me dyta për gazetari. Edhe familjarët, po ndoshta mund të shkojnë në atë drejtim, mund të shkojnë në një drejtim tjetër, nuk e di akoma. Profesor, më shumë, domethënë. Ndoshta. Okej. Ndoshta. Familje mësuesi, ndoshta edhe ti je një prej tyre. Në fakt, gjithmonë mua më kanë thënë që mos u bëni ti mësuese. Jemi boll, po nuk e di, ndoshta. Ne ne të urojmë shumë sukses. Faleminderit. Po me dëshirën për gjimnaz ku keni për të vazhduar? Atëra që Qirinxhi. Atëre Grace, ne të falenderojmë për përpara se ne të largohemi, dëshirojmë një mesazh nga ana jote për të gjithë nxënësit pasues që do të vinë lidhur me punën e fortë që duhet të bëjnë gjatë gjithë viteve për të arritur rezultate sa më të larta dhe që të kenë kujdes sigurisht me olimpiadën, konkursin po dhe provimet e lirimit. Po, unë dua t'ju them që çdo përgatitje dhe çdo punë që ata bëjnë nuk shkon asnjëherë dëm, do ju duhet gjithmonë më tej në jetë dhe që sa më fort që të punojnë aq më shumë do të arrijnë. Grace, të falenderojmë shumë që ishe sot me ne, të urojmë shumë suksese dhe të realizosh të gjitha dëshirat dhe qëllimet e tua. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, të rikthehemi me një tjetër nxënëse, po ashtu që do na flas për olimpiadën. Ja ku jemi rikthyer sërish me një të ftuarën e radhës, e cila sigurisht përsëri një nxënëse nga Shkolla Ndërvjetësare Mësojnëtore e Parashqipit, do të jemi me Olga Xheka. Përshëndetje. Olga, përshëndetje, të falenderojmë që pranove ftesën dhe sigurisht ndash me ne informacione impaktit që të ka lënë Olimpiada. Pa u mburë kohë, siç pyetëm dhe pak më përpara Gracein, do donim të dinim dëshirat dhe pasionet e tua që të kanë shoqëruar deri më sot dhe do të shoqërojnë deri më vonë.
Okej, një nga pasionet më të mëdha të mia ka qenë letërsia. Nëna ime ka filluar që kur kam qenë e vogël më jepte një shtys për të lexuar. Ajo gjithashtu më ndihmonte duke lexuar tekste për fëmijë dhe dal nga dal unë fillova të rritja një dashuri për letërsinë, gjithashtu dhe për të shkruarën. Kur kam qenë më e vogël kam shkruar dhe disa poezi. Dhe kjo ka qenë një pasion i cili mendoj se do të më shoqërojë dhe në rrugtimin tim gjatë jetës. Unë më falë Flavia, do ndalesha pak tek pjesa e poezisë. Në rast se do kishim marrë vesh pak më përpara, do të na interesonte shumë të na interpretoje një nga poezitë e tua. Është e mundur në rast se e keni me vete ose të shkruar diku? Jo, nuk e kam me Nuk e keni, okej, në rregull, sepse është gjë e rrallë të rinë tek kësaj moshe të shkruajnë edhe aq më tepër poezi. Unë mbaj mend që në fëmijërinë time që kisha një blog ku shkruaja kështu poezi, por papritur ndalova ndoshta nga vrulli i gjithë kërkesave, uroj që ti mos ndalosh edhe ta vazhdosh të dëshirë dhe pasion tëndin. A është Olimpiada aktiviteti i parë që ti merr pjesë edhe si u ndjeve dhe nga lindi kjo dëshira për të marrë pjesë në Olimpiadën? Olimpiada ka qenë një aktivitet kryesor për mua, të themi të këtij viti 9 vjeç të klasës së 9. Unë mendoj se ajo do të më ndihmojë shumë në rrugtimin tim, gjithashtu dhe në provimin. Mendoj se Olimpiada ka qenë një shtys për mua, për të ecur përpara dhe për të marrë më shumë njohuri gjuhësore. Ai provimi si është. Mos e merrni me stres, është diçka shumë e thjeshtë edhe jo me një rëndësi kaq të madhe sa që jeni të përgatitur dhe merrni pjesë në këto konkurse, është diçka që duhet ta merrni shumë me pozitivitet. Por do të ndalem pak tani tek pyetjet dhe kërkesat konkrete që keni pasur në tezë. Atëre, testi ishte i ndarë në 2 pjesë, pjesa e letërsisë dhe pjesa e gramatikës pra e gjuhës shqipe. Unë mendoj se pyetjet që i përkisnin letërsisë ishin më shumë si analizat të teksteve të cilat ishin të dhëna, ndërsa nga pjesa e gjuhës ishin më shumë pyetjet të cilat kishin të bënin me klasat e fjalëve dhe me funksionin e tyre që ato marrin në fjali. Si ishte kjo faza përgatitore përpara Olimpiadës? A ka ndoshta një aspekt të gjuhës që u fokusuat më tepër? Atëherë, përgatitjet për këtë Olimpiadë kanë filluar që në muajin janar, ku mësuesja jonë na dërgonte teste, të cilat ne i punonim në shtëpi por edhe në klasë. Gjithashtu ne punonim shumë edhe nga çelësi i gjuhës shqipe dhe ushtrime të ndryshme në klasë. Unë mendoj se këto ushtrime na kanë ndihmuar shumë dhe mësuesja jonë u ndal në të gjitha kategoritë gramatikore, duke u fokusuar më shumë tek funksioni i fjalëve të gjuhës shqipe, i cili është dhe pak më i vështirë, sidomos për moshën në të cilën ne jemi, sepse ka shumë vështirësi në të folur, të cilat i jasim dhe në të shkruar, dhe unë mendoj se mësuesja jonë ka bërë një punë shumë të mirë dhe na ka ndihmuar shumë gjatë kësaj periudhe. Por unë do të pyesja nga ana jote personale, duke qenë se jeni marrë kryesisht dhe me vështirësitë që keni hasur, ku ishte ajo pika jote personale më e vështirë që ti ke qëndruar më shumë dhe ke thënë si çdo nxënës tjetër, do zoti nuk më bie kjo pyetje. Okej, për mua ka qenë më e vështirë pjesa e fjalive të përbëra dhe llojet e tyre, sepse ato janë pak të ngatruara ta themi dhe janë kleçkat e gjuhës shqipe. Kjo ka qenë pjesa më e vështirë për mua, por në Olimpiadë ja dola ta përballoja me sukses. Sa mirë. Si ndjeheni që keni qenë pjesë e një Olimpiade e cila nuk është vetëm në rang kombëtar, por është edhe në bashkëpunim me Kosovën? Unë mendoj se kjo Olimpiadë na ka bashkuar më shumë të dyja shteteve, sepse ne kemi qenë që në fillim popullsi e përbashkët dhe kemi pasur një dashuri për të dyja shtetet. Unë mendoj se kjo do t'i forcojë më shumë marrëdhëniet mes të dyja shteteve, por më shumë edhe moshat tona të adoleshentëve. Tani do të vazhdojmë pak tek problemi dhe stresi që ju keni kryesisht lidhur me provimin. Do doja mendimin tënd personal. Duke qenë se ti bëre pjesën e Olimpiadës, a mendon se do të hasësh vështirësi tek pjesa e provimit të gjuhës shqipe, marrim rastin kur nuk je stresuar? Pra, sepse besoj nga përgatitjet që ju keni filluar tani, keni parë tezat të vjetra që janë zhvilluar provimet, mendon se mund ta kalosh me sukses të gjithë atë kalvar provimesh? Atëherë, Olimpiada kishte një farë vështirësie dhe unë mendoj se provimi do të jetë pak më i lehtë, siç na ka thënë dhe mësuesja jonë, dhe mendoj se Olimpiada ishte diçka shumë e mirë për ne nxënësit, duke na përgatitur me pyetje të cilat mund të jenë dhe në provim. Kështu unë mendoj që do ta kem më të lehtë dhe nuk do jem aq e stresuar sa mund të isha para se të kryoja Olimpiadën dhe mendoj se do ta përballoj me sukses.
Më themi një fushë ose një aspekt të cilën ti e ke patur një dëshirë dhe një pasion qysh e vogël, edhe mund të themi që është ajo zona jote e reatis kur ti gjen veten tënde pa. Ka mund a një moment që ti ke thënë ky është momenti im i preferuar dhe ndihem shumë mirë që po përjetoj këtë gjë gjatë këtij kompeticioni. Në këtë kompeticion, pjesa kur unë mbarova Olimpiadën, thash finally, më në fund... Shliruam derën të ikim, mama, derën të ikim. U shlirova dhe ishte, do më dhe në diçka që mua më gëzoj shumë dhe më lehtësoj, se ishte si një lloj bare për mua. Dhe mësuesja e di që kishte shumë besim tek mua, duke qenë dhe një nxënëse e mirë me nota të mira. Dhe besoj se ky ishte një nga momentet më të bukura që unë përjetova dhe kur mbarova Olimpiadën, mësuesja më tha bravo, ki besim tek vetja, sepse di që dhe mund ta kalosh. Edhe ajo kënaqësia sikur u dëfisua më shumë apo ja. Cila është mesatarja juaj? Mesatarja ime është 9.9. Mendova se bëra një pyetje të gabuar, pas mua nuk më zhgënjemi. Okej, por cilat janë pritshmëritë e tua? Domethënë duke marrë parasysh të gjitha ushtrimet që realizove, mënyrën se si i ke realizuar, cila është nota që ti pretendon ose ato pikët për të kaluar në fazën e dytë? Sepse bëra edhe pak më përpara si pyetje të gjithë nxënësit fillojnë dhe aludojnë mbi përgjigjet. Po sa më shumë të aludosh, do vëresh që i ke të gjitha gabim. Sa më shumë të aludosh. Unë e kam menduar që nga momenti që e mbarova Olimpiadën e mendova ato pikat ku mund të kisha bërë ndonjë gabim të vogël dhe fillova të kisha një si lloj inati për veten, që të thoya pse nuk e bëra kështu ose do ta kisha bërë më mirë në këtë aspekt. Po mendoj se shumicën e ushtrimeve i kam kryer saktë dhe shpresoj që ta kaloj. Fazën e dytë të gjithë. Ti ndoshta je pak herët, po a shikon veten tënde tek kjo fushë, pra tek fusha e gjuhësisë, letërsisë, ndoshta? Po, letërsia ka qenë një pasion për mua, por edhe e mendoj që ta vazhdoj letërsinë, por më shumë jam e fokusuar tek arkitektura, sepse është një pasion që mbizotëron mbi letërsinë për mua. Dhe mendova do ishte një emision për rallë, duke të gjithë do kishin dëshira siç ishte vazhdim përpara gazetari, por pas ka edhe pjesën e arkitekturës. Tani do të pyesja, përmendë pak më përpara që lexoje libra. Kryesisht cilët autor parapëlqen, sepse kuptohet që në klasë të 9 bëni ato biseda letrare, analizat. Kryesisht cilët autor ke ti të preferuar, domethënë? Autor të preferuar shqiptar do thoja Ismail Kadarenin. Sepse veprat e tij më pëlqejnë shumë, edhe pse ato mund të jenë të vështira dhe mund të kenë kuptime të thella në to, mua më pëlqejnë sepse ka një përdorim të gjerë të figurave letrare dhe ka histori të cilat i përkasin dhe kohës së shkuar dhe Shqipërisë. Ky është nga autorët e mi të preferuar, po ka dhe autor të huaj, siç është për shembull Ernest Hemingway, i cili më pëlqen më shumë libri I Plaku dhe Deti. Ai ishte një libër që mua më ka prekur si ishte historia e Santiagos, personazhet kryesor, duke treguar forcën, besimin dhe trimërinë e tij në ditët që ai kaloi në det. O sa bukur, dhe ne urojmë që ti ta vazhdosh të pasionin tënd për leximin. Përpara se të largohesh, një mesazh për gjithë të rinjt që të marrin sa më shumë pjesë të kompeticionit të tilla e ta zhvillojnë veten e tyre. Të gjithë të rinjt, të cilëve ju pëlqen gjuha shqipe dhe letërsia, duhet ta vazhdojnë sepse është një pasion shumë I bukur për ta vazhduar dhe gjithashtu ata nuk duhet ta anashkalojnë gjuhën shqipe sepse është një gjuhë anëtare e cila na bën dhe ne një kohë më të bashkuar. Ne të falenderojmë shumë që ishe sot me ne, të urojmë shumë sukses e të realizosh të gjitha dëshirat e tua. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi shpejt me nxënës të tjerë. Flavia Mosaro, kemi dhe një detaj të vogël. Tani do të flasim dhe sigurisht për sponsorin kryesor, të cilin mundëson emisionin tonë të rinj. Për të rinj do të flasim për Nik Optika. Dhe sigurisht I vazhdon kryen vizitat aty duke qenë se ke marrë dhe syze, besoj se kalovi ajo pjesa e kohës. Shikimi unë mendoj Mikael është diçka që duhet mbajtur gjithkohës në vërtetim dhe nuk duhet ta neglizhojmë si gjë, shëndeti është mjaft I rëndësishëm dhe sidomos shëndeti I syve duhet të jemi gjithkohës duke bërë vizitat e rrepastërshme gjatë vitit edhe të kujdesemi sa më shumë për shikimin tonë. Patjetër, por dhe nuk duhet ta anashkaluar përveç pjesës së kujdesit nga ana personale dhe kujdesit se ku I kryejmë këto vizita apo jo, sepse Nik Optika ne dim që ofron aparatura
installat të një teknologjie mjaft të lartë, syze me kualitet dhe xhama sigurisht, dhe sigurisht për syze dielli të markave nga më të ndryshmet apo besoj se ti nuk shkon vetëm për të bërë vizita optike, jo, sa herë shkojnë, shikoj gjithmonë syze të reja, xhama të rinj, shikoj skelete të reja, sidomos syze dielli, të cilat gjithmonë updatohen nga markat më të reja tashmë që i gjejnë vetëm teknik optika dhe shumë e lumtur sa herë që kaloj edhe bëj zgjedhjen e dur sepse e gjej shumë thjesht tek pedonale e qytetit tonë. Patjetër, do të shkëputemi tani për një hapësirë shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në studio dhe të flasim tani për konkursin kombëtar të gjuhës shqipe, i cili ka si synim jo vetëm të testoj njohuritë e nxënësve, por gjithashtu edhe të nxjisë aftësitë komunikuese dhe mendimin kritik. Jemi tani me një tjetër nxënës, Sotir Naçi. Përshëndetje Sotir. Përshëndetje. Faleminderit që pranove ftesën tonë. Le ta nisim intervistën e sotme duke na folur pak për dëshirat, pasionet e tua. Në lëndë shkollore më pëlqen më shumë lëndë matematikës dhe jam më shumë orientuar drejt lëndëve shkencore, siç janë edhe fizika, kimia. Pa. Dhe ëndra ime është që të vazhdoj në lidhje me këto lëndë shkencore. Në lidhje me këto, po nga lindi kjo dëshira për konkursin e gjuhës? Po, më pëlqen si lëndë sepse shumë i gjithashëm je, apo jo? Po unë kam dëgjuar edhe këtë që kur ke aftësi shumë të mira në këto lëndët shkencore dhe gjua është një shkencë. Është një shkencë më vete. Sepse edhe gjua, do të thë pjesa gramatikore është si shkencë eksakte, si thoshte edhe mësuesja jona ka thënë këtë. Dhe është më shumë si një mendim objektiv, ndërsa leximi është mendim subjektiv, ajo që mendon brenda. Është pak më thjesht sipas te, domethënë. Po. Atëherë, duke qenë se djalga është fiks për të pyetësh deri tani, duke qenë se ke prirje kryesisht tek lëndët shkencore dhe more pjesë në konkursin e gjuhës shqipe. Cilat ishin ato emocionet, vështirësitë që ti ase domethënë në këtë pjesëmarrje? Për të thënë të vërtetë, nuk është se kisha shumë emocione, por prapë ato ndiheshin brenda meje. Do të jesh shumë gjafto në këto momente që të japësh më të mirën brenda vetes sende. A kishte një fazë përgatitore për këtë konkurs? Da kishte më shumë pyetje teorike apo praktike? Mësuesja na ka bërë ushtrime gjatë gjithë orëve të mësimit që kemi punuar së bashku, por na ka marrë edhe nga orët e mësimit, ka marrë nga drejtoria. Po. Dhe pyetjet në konkurs ishin më shumë pyetje praktike, por edhe teoria do e vënë në zbatim. Po, patjetër. Tani do të qëndroj pak tek pjesa e rëndësisë së këtij konkursi në ndryshim nga Olimpiada për përgatitjen tuaj për provimet e lirimit. Olimpiada më shumë ishte si një parashtrim i provimit, si një tezë, ndërsa konkursi do më shumë përgatitje, më shumë aftësi komunikimi, të zgjidhur të ushtrimeve. Pra ti mendon që përgatitja që ju keni bërë për konkursin është më e thelluar se ajo për provimet dhe detyrimisht keni më shumë avans se nxënësit e tjerë. Po, sepse duhet të punosh për të gjitha njohuritë që keni në gjuhën shqipe. Unë e përmenda edhe pak më herët që ky konkurs zhvillohet në disa faza derisa arrim tek ajo finalja emocionuese. Ti a ke si synim që të arrish në finale apo e shikon thjesht si një eksperiencë për shembull? Po pse jo? Pse jo? Që të vazhdosh më tej do të thotë që të provosh vetë aftësitë tua, të tregosh se kush je. Më vjen mirë për faktin që ka prirje në lëndët e tjera, më shumë në shkencat eksakte, por sigurisht kërkon nga vetja të jetë dhe pjesëmarrës, thjesht eksploron për të gjetur vetveten, sepse mund të dalë shumë mirë dhe deri në fazën finale ndoshta dhe të fitoj apo jo, të zbulon një talent tjetër tëndit. Po tek pjesa e konkurseve që janë zhvilluar Olimpiadat e matematikës, këto ke dëshirë, ke marrë pjesë ndër vite apo Ka marrë pjesë edhe në klasë e 7 ku dola i pari në Olimpiadën që u zhvillon në Korçë. Domethënë në bashkinë e Korçës me shkollat e shtetit të Korçës. Edhe këtë vit zhvilluam Olimpiadë brenda shkollës dhe kalova në fazën tjetër që ishte brenda qarkut të Korçës ku nuk arritet, nuk ka problem, është thjesht fakti që ke kaluar disa faza, një herë ke qenë fitues, sigurisht ke marrë eksperiencë, patjetër, nuk do fitojmë në çdo lloj rasti. Pra na përmendë që ti pak a shumë i gjithashëm merr pjesë në aktivitete të ndryshme, ku e shikon veten tënde më vonë? Po besoj te degët e inxhinierisë, komunikimit në lidhje me IT-n. Degët më zjarrt momentit, degët më zjarrt momentit. Herët, por e keni studiuar tregun edhe gjë shumë e mirë. Patjetër gjëja më e rëndësishme në gjimnaz, mendoj unë, është të hysh me qëllime të caktuara. Në momentin që hyj me qëllime të caktuara, më beson mua gjimnazin do të ketë shumë të thjeshtë. E vërtetë. Dëshira jote për të futur në cili gjimnaz është? Besoj më shumë te shkolla Themistokli Gërmej.
Por do doja të dija, lënda ju më thatë që është matematika, Fizika, kimia. Dhe kimia. Edhe kimia sepse kimia. lëndë shkencore është edhe. Edhe lëndë shkencore patjetër, po nuk e keni menduar ndonjëherë duke qenë se kanë lidhje jo vetëm tek pjesa IT-s, po tek pjesa mjekësisë, nuk e kem parë ndonjëherë veten. Jo, sepse nuk dihem Nuk ndihesh vetvetja, nuk ndihesh komfort. Le të rikthehemi pak tek tema jon, tek konkursi. Mund të themi që ky konkurs është pak ashtu një risi i cili dëshiron që të fund nxënësit në një formë të menduarit tjetër, por si mendon ti çfarë ka diçka që mund të përmirësohet ose të bëhet më mirë? Duhet më shumë të promovohen vlerat dhe traditat e gjuhës sonë, duhet që ne të përcjellim mesazh që gjuha jonë nuk duhet të shkatërohet si të thuar, sepse dhe ndikimet e huaja e kanë prishur si të thuar gjuhën tonë. Duhet që të flasim më shumë në gjuhën shqipe dhe jo të gjuhën standarde dhe jo që të marrim që të ndikojmë nga fjalët e huaja, siç janë nga anglishtja, turqishtja e gjuhë të tjera. Pra ti që ndonë thjesht tek pjesa e promovimit duhet me se dhe ruajtja patjetër. Tani përpara se ne ta mbyllim intervistën tonë, mund na japësh një mesazh duke qenë se një djalosh si puna jote që ka prirje në shkenca dhe dëshiron të vazhdojë për lëndë shkencore, ka marrë pjesë në Olimpiadën e gjuhës shqipe dhe ndoshta mund të marrësh pjesë në Olimpiada të tjera për dëshirën tënde. Mund na japësh një mesazh? Të gjithë ne duhet që të marrim pjesë në shumë në konkurse të ndryshme, vepritari të ndryshme që të gjejmë vetë tonë se ku jemi. Ne të falenderojmë shumë që ishe sot me ne, të urojmë shumë suksese në të ardhmen tënde. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, të rikthehemi sërish me konkursin me nxënës të tjerë të cilët na flasin për eksperiencat e tyre. Dhe ja ku jemi rikthyer sërish me një nxënëse tjetër, do të jemi me Krisli Gaçen. Përshëndetje Krisli. Përshëndetje. Të falenderojmë që pranove ftesën për të qenë pjesë e emisionit tonë dhe sigurisht do të kalojmë një kohë shumë bukur së bashku duke folur për konkursin. Por përpara se ta nisim do donim të dinim pasionet dhe dëshirat e tua, dhe a kanë të bëjnë ato me konkursin ku ti ke marrë pjesë? Patjetër, disa prej pasioneve të mia janë edhe arti, si vizatimi, arti pamor, muzika, por edhe lëndët shkencore, matematika, pa haruar sigurisht gjuhën shqipe. Si ishte për ju të merrni pjesë në një konkurs të tillë? Ishte i vështirë, emocionues, çfarë të shtiu? Shtytja ime më e madhe ka qenë mësuesja ime gjuhës shqipe, e cila gjithmonë ka besuar në mua. Ajo zbuloi edhe talentin tim. Ky konkurs ishte një larmi emocionesh, si frikë, ashtu edhe emocione të bukura, gëzim. Ndalemi pak këtu. Ndalemi. Frika qëndronte më shumë tek pjesa e letërsisë apo tek pjesa e gramatikës? Dhe në rast se ka qëndruar në gramatika kryesisht, jo, mos e bëj fare diçka konkrete. Atëherë unë jam më e mirë nga pjesa e gramatikës, sidomos në sintaksë, por edhe në morfologi, në drejtë shkrim has pak probleme, por në letërsi duhet pak më shumë. Patjetër, pak më shumë punë në letërsia patjetër. Po, tani konkursi është një larmi sfidash. Cilat ishin ato sfidat që hase ti? Ose detyrat mund të themi që kishe për të bërë? Detyra ime kryesore ka qenë projekti, sepse unë kam një baba që është për IT. Do ndalemi dhe tek projekti, shumë i rëndësishëm. Dhe teknologjia buron në mua, kështu që jam përpjekur të ndërtuar teknologjinë me gjuhën shqipe për të sjellë një lojë sa më interesante për kuicin e drejtë shkrimit, sepse kështu do jetë edhe loja jonë. Do jetë një kuic drejtë shkrimit, domethënë. Ky është ai projekti përfundimtar. Por, do donim të dinim, sa ka ndikuar tek ti personalisht përgatitet dhe sigurisht ky konkurs? Sigurisht për pjesën e provimeve lirimit. Përgatitja ka qenë intensive si në klasë, ashtu edhe me orë më pas në shtëpi, por edhe në bibliotekën e shkollës. Ato më kanë ndihmuar shumë, veçanërisht në pjesën e letërsisë ku tash has më shumë vështirësi. Dhe i kam zbuluar edhe ku kam angësi dhe kam arritur t'i përmirësoj. Okej, por do donim të dinim cilat kanë qenë disa nga përgatitjet më konkrete ku ti ju ke në gjuhën popullore ju ke mëshuar më shumë. I kam mëshuar letërsisë, kam bërë përgatitje në teste të ndryshme, në tekste që kanë të bëjnë me të kuptuarit e tekstit, por edhe me analizën e tyre. Le të flasim pak për konkursin në brendësi, çfarë përmbante ai, çfarë pyetje kishte, më shumë teorike, praktike, si ishte i ndërtuar? Atëherë konkursi, por edhe olimpiada, nëse doni të flasim pastaj.
Konkursi ishte i ndërtuar më shumë nga ana praktike, nga ana gjuhësore, por kishte edhe pyetje teorike të cilat na ndihmojnë të kuptojmë dhe praktikën. Dhe praktike. Le të kalojmë pak edhe tek Olimpiada. Rishkasim dhe pak tek Olimpiada. Le rishkasim pak. Por duke qenë se nisëm me konkursin, ndonim që të fokusoheshim pak më shumë. Na fol edhe pak për Olimpiadën, çfarë të shtyhet ty të merrje pjesë? Dëshira ime për gjuhën shqipe ka filluar që e vogël, ku përpiqesha të lexoja sa më shumë, të praktikohesha edhe në gjuhën shqipe, të folurit në mënyrë të saktë. Dhe gjithashtu mësuesja ime dhe prindërit e mi të cilët kanë zbuluar talentin tim në gjuhë shqipe. Okej, duke qenë se ky konkurs unë do të kaloj prapë te konkursi, është sigurisht që se ky konkurs zhvillohet në disa faza. Do doja të di cilat janë pritshmëritë tua për të kaluar në fazën tjetër. Pra sa të larta janë në përqindje të lutem. Si për të mos fituar, sepse kam edhe një grup shumë të mirë. Shikon. Sa bukur. Cili është një moment jo ti preferuar që ti u ndjeve shumë mirë, qoftë te konkursi apo tek Olimpiada? Te konkursi janë në përgatitjet tona, ku kemi ndërthurur edhe përgatitjen me shaka, me energji pozitive. Patjetër, është gjëja më e rëndësishme, harmonia në grup dhe energjia pozitive të çon ndoshta edhe drejt fitores. Dhe ne ja urojmë shumë atë. Atëre, si mund ta mendosh ti duke qenë se përmendë pak më përpara që je duke menduar për të krijuar ndoshta një lojë që kujt të zhvillohet online. Mund të na thuash ndoshta një mënyrë apo një metodë për të cilën mund të përmirësohet metoda tradicionale që zhvillohet konkursi? Atëherë, një nga mënyra që mund të zhvillohet është nëpërmjet teknologjisë, pse jo të mos e bëjmë online, ku secili mund të shprehë idetë e tij në mënyrë digjitale. Unë ndalesha edhe pak më tepër te projekti, një produkt shumë i rëndësishëm, besoj që ka një rol mjaft të rëndësishëm tek përzgjedhja e grupit. A ka qenë kjo një ide jotja, si mendoni ta zhvilloni më tepër dhe çfarë do të përmbaj më detajisht? Ai do të përmbaj pyetje rreth drejtshkrimit, sepse kjo është edhe ku jemi fokusuar, duke qenë se shohim që shumë njerëz kanë probleme në drejtshkrim. Dhe jemi përpjekur që nëpërmjet kësaj loje ata të testojnë njohuritë e tyre, por edhe pse jo të mos kuptojnë gabimet dhe t'i përmirësojnë ato në të ardhmen. Do jetë edhe pak argëtuese, ka do jetë ndërthurje. Okej. Atëre, ne të falenderojmë që ishe me ne sot në studio, ndave me informacione dhe një informacion shumë të rëndësishëm mbi projektin që do jesh duke realizuar dhe ne do ta diskutojmë. Dhe një mesazh të fundit. Gjuha shqipe është shumë e rëndësishme sepse kjo është gjuha që ne flasim dhe ne nuk duhet të bëjmë gabime, por duhet ta flasim atë rrjedhshëm dhe ta duam atë. Falenderojmë që ishe sot me ne dhe të urojmë shumë suksese në të ardhmen tënde. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish dhe shumë shpejt madje. Dhe ja ku jemi rikthyer tani me një nga të ftuarat e tjera, sigurisht nxënëse në shkollën vjeçare mësojtore e parë shqipe dhe pjesëmarrëse në konkurs. Do të jemi tani me Natalia Llogori. Përshëndetje Natalia. Natali. Atëre, Natalia, të falenderojmë sigurisht që pranove ftesën për të qenë pjesë e emisionit tonë dhe përpara se ne të kalojmë në tema aktuale e ditës, do donim të dinim disa nga dëshirat dhe pasionet e tua dhe a kanë lidhje ato me konkursin ku ti ke marrë pjesë. Po, patjetër. Që e vogël kam filluar me pjesën e vizatimit, kam pasur pasion artin dhe sigurisht që i kam ende. Prirje nga shkencat eksakte, matematika, fizika, kimia dhe biologjia, por edhe sigurisht leximi dhe letërsia, pason kjo që e vogël kam lexuar vërtet shumë. Kemi nxënës këtu Mikael, të cilët janë kaq të gjithë. Pashik matematik nuk e bëjnë. Unë jam shumë e befastuar në fakt që shikoj kaq shumë nxënës të cilët kanë prirje në të gjitha, janë kaq shumë të gjithanshëm, edhe më pëlqen shumë. Më vjen mirë vërtet, po më doli njëri thotë jam vetëm këtu. Gjithmonë jam vetëm në matematikë dhe po të kemi sa më shumë të tillë. Patjetër larmishmëri. Le të rikthehemi pak te konkursi, tek temat jonë e ditës, si ishin ndjesitë dhe çfarë të shtyhet të ishe pjesë një konkursi të tillë. Ndjesitë ishin pa nga të gjitha, sigurisht. Ishte pjesa e stresit ose dhe e frikës, sepse e kishim për herë të parë, por diçka më shtyu të vazhdoja. Të thoja se kjo nuk ishte e vetmja eksperiencë që do të kisha me gjuhën dhe me konkurse të tjera, kështu që vazhdova, i dhash vetes forcë dhe kështu.
Kështu arritë t'ja dilje me sukses. Atëherë ne do të shndrojmë pak tek sfidat kryesore që hasë aty dhe ato problematikat që ti thoje me vete unë i di, po e mira është të mos më bie në pezë. Po tani me mësues se kemi punuar vërtet shumë dhe na ka përgatitur për të gjitha këto gjërat që kemi këtë vit. Sigurisht kam ato yçklat e mia, të cilat nuk jam edhe aq e sigurt, por në përgjithësi ndihesha mirë me çka do të më binte në tezë. Pra ishit përgatitur në mënyrë aq të mirë sa ndiheshit të sigurt dhe komfort, përveç mund të gjithë kemi ato momentet tona që ndoshta nuk kemi të sigurt. Le të flasim pak më tepër për ndërtimin e konkursit. Çfarë kishte ai në brendësi? Mund të flasim pak për pyetjet, ishin më shumë teorike, praktike? Konkursi siç e dimi ishte zhvilluar mes 3 klasave, u drejtoheshin pyetje secilës klasë, të gjithë sigurisht ishin të përgatitur shumë mirë. Kishte pyetje edhe në praktik, edhe në teori. Ishin zgjedhur anëtarët e grupit nga secila fushë, pra dikush ishte i mirë në letërsi, dikush ishte më i mirë në gramatik, edhe kështu secili me pjesën e tij e bëri konkursin. U organizua një grup i cili patjetër. Atëherë, duke qenë se ky konkurs zhvillohet në disa faza, cilat janë pritshmëritë tua personale? Po, sepse kemi një grup shumë të mirë, tani pse jo dhe të fitojmë. Faza finale gjithë, faza finale do të gjithë. kesh gjithmonë atë prioritetin kryesor që të arrish finalen në mënyrë që të shkosh drejt asaj. Unë do të ndaleshim pak më tepër tek projekti, i cili ka një rol mjaft të rëndësishëm në përzgjedhjen e grupeve fituese. Cila është ideja juaj për të realizuar një projekt i cili ka një ndërthurje mes teknologjisë edhe gjuhës? Tani siç e tha edhe shoqja ime pak më parë, kemi menduar të bëjmë një lojë si quiz, në të cilin do jetë i dobishëm jo vetëm për brezat tonë, por edhe ata që do të vinë pas nesh, do të na ndihmojnë me pjesën e drejtë shkrimit dhe të... Po ky ishte edhe synimi që kishte edhe në fakt ky konkurs, domethënë të realizonte projekte të cilat të ngeleshin tek brezat që do të vinin. Prandaj dhe ne menduam një quiz drejt shkrimi, i cili do të zhvillohet në disa nivele, sigurisht kjo me pjesën e ICT-s. Do të ketë ushtrimet të cilat i kemi përzgjedhur vetë së bashku me ndihmën e mësueses. Kështu do të na... Po, kështu do ndërtoni me pak fjalë. Tani do të shkoj tek një pyetje pak demoralizuese. A mendoni se keni aftësitë e duhura për ta zhvilluar këtë projekt e për të arritur rezultate maksimale? Po, pse jo? Sigurisht ne kemi nisur me punën e projektit, nuk kemi as pak mbrapa, madje mund të them se kemi përparuar. Kemi bërë prezantime të ndryshme, kemi kodet me të cilat kemi punuar, si do ta shpjegojmë. Po, pra, kam bërë punën paraprake dhe baza është hedhur. Po, le të flasim pak më tepër për fazën përgatitore, qoftë për pjesën e konkursit, qoftë për pjesën e projektit, dhe sa e rëndësishme është kjo fazë përgatitore për ju, për formimin tuaj të përgjithshëm. Kemi punuar, siç e tham dhe më parë, me teza të dërguara nga mësuesja, ushtrime të përzgjedhura, ato pak më të vështira, si mund të themi, kemi punuar me çelësin e gjuhës shqipe, sepse ajo sigurisht është baza. Jemi rikthyer edhe tek tekstet e tjera të klasave më parë sigurisht, për të qenë sa më të përmbledhur, sa më të përfshirë në të gjitha. Janë marrë dhe me tezat tona, me fjalë. Janë marrë me tezat tona. Po, do të qëndroj pak tek karakteristika jote personale, çka shtyn që të arrish dëshira dhe të punosh fort. Ose një moto, siç quhen ndryshe. Të vazhdojmë përpara, sepse pse jo, e kam gjetur veten time në shumë aspekte të ndryshme. Gjua është një prej tyre, kam dashurinë për të vazhduar këtë pasion timin, lexoj her pas here, shkruaj, e kam si një dalje nga bota. Ndoshta terapi për të... të... fix. Del nga monotonia e përditshme dhe thjesht shlodhet me librat. Dhe sa bukur që të rinë të dalin nga monotonia në këtë lloj forme, duke u marrë me artin edhe shkrimin. Kjo ishte diçka vërtet shumë e bukur, sepse zakonisht të rinjt sot nuk dalin nga monotonia. Thjesht futen akoma më thellë në telefon dhe qëndrojnë jo në monotoni, por shkojnë direkt në zemër. Nuk dalin dot më pastaj, është e vërtet. Ky konkurs, një risi, një konkurs kombëtar i cili përfshin shumë nxënës, por a ka diçka që ti mendon se mund të bëhet më mirë? Po, sigurisht si çdo gjë ka dhe konkursi ato gjësitë e saj, por mendoj se në përgjithësi është diçka e zhvilluar mirë, e menduar nga të gjitha aspektet. Po, mund të themi i përgjithshëm është në rregull deri tani. Ndoshta në të ardhmen mund të dalin një ide të reja dhe gjithashtu të hidhni këto ide se i ndërmoni dhe strukturat për lart. Atëherë sa është, domethënë
shumë formale do një janë të si pyetje, por me përgatitjes që ke zhvilluar, konkursin ku ke marrë pjesë, sa është përqindja që ti mendon se në provimin përfundimtar të gjuhës shqipe, që keni për provimet e lirimit, ti do dalësh me rezultatin nga më të lartat? Përfshirë nota 9 dhe 10. Po patjetër. Tani Më flas kështu sepse kam marrë 10. Tani unë këtë synoj edhe për vete, por edhe për shokët dhe shoqet e mia, sepse vërtet kemi punuar fort, jemi organizuar mjaft mirë, mësuesja ka shpresa tek ne, po dhe ne kemi shpresa tek njëri tjetri, kështu që vazhdojmë përpara. Shpresat e mësuesës qëndrojnë tek të rinjt në njëri tjetri dhe për gjithë lart Zot, jo? Bravo Mikael, e bukur kjo. Ne t'japim një mesazh tani apo ja. Të mos dorëzojmë asnjëherë, të ndjekim pasionet tona dhe sigurisht të vazhdojmë me ato që kemi ne më shumë dëshirë. Për të vazhduar diçka që mund t'i shyhë në dobi kombit tonë, si Shqipëri, si diçka, por edhe që të kemi zhvillim të mëtej. Po, sepse fatkeqësisht po ti tërsohet duke përdorur dhe në jetën e përditshme fjalë të ndryshme, zëvendësuese të fjalëve tona. Atëherë Natali, ne të falenderojmë që ishe me ne sot në studio dhe ndave informacion dhe shpresojmë që me grupin tënd të arrinin finale. Po, ndoshta të shpalleni fitues. Do shkëputemi për një hapësirë tjetër publicitare, por do të kthehemi me të ftuarin e fundit, gjithashtu të flasim edhe me të për eksperiencën e tij dhe na jap informacione mjaft të vlefshme. Dhe ja ku jemi rikthyer tani me të ftuarën e fundit. Do të jemi me Enja Saraçin, një prej pjesëmarrësve në konkursin e gjuhës shqipe. Sigurisht edhe kjo një nxënëse nga shkolla nënvjetëçare mësimtore e parë shqipe. Eni, mund të threseni, besoj. Eni, të falenderoj që pranove ftesën për të qenë pjesë e emisionit tonë dhe je këtu pjesëmarrëse me ne. Pa u mburë kohë, do dëshironim të filloni me një pyetje sa për nxemje. Me dëshirat e pasionet e tua. Si fillim, dëshira ime kryesore është gjuha shqipe. E kam ndjekur atë që e vogël, që në klasë të parë, dhe mësuesja më vlerëson shumë dhe për punën time të vazhdueshme. Një pasion tjetër është dhe kërcimi, më përpara kam pasur dhe basketbollin, por e kam lënë me kalimin e kohës. Do të ndalem këtu, vazhdo? Do ndalem këtu. Okej, atëre, si ka qenë pjesëmarrja jote në këtë konkurs, cilat kanë qenë ato streset, vështirësitë që ke hasur gjatë asaj? Sigurisht që jam ndjer shumë e vlerësuar dhe nga mësuesja dhe nga notat e mia. Po, nuk ka problem, nuk ka si një problem nga notat, nga mësuesja, besoj dhe nga mesatarja, sigurisht. Ka qenë edhe dëshira jote e madhe për të qenë pjesë apo jo? E lëndet ku ti ke më shumë dëshirë janë? Më shumë janë gjuha dhe historia. Nuk është matematikë. Kemi një ndryshim nga të ftuarit e tij. Okej. Atëre, le të flasim pak për sfidat që ke hasur ti. Çfarë detyra kishe ti pjesë e këtij konkursi? Unë më shumë jam më saktë në gjuhën, në pjesën gramatikore, sesa në pjesën e letërsisë. Aty dua pak më shumë. Atë gjën veten tënde. Dhe në kjo pyetje do përshkallëzoja, besoj se tek pjesa e përgatitjeve personale që ke zhvilluar, ke qëndruar më shumë tek pjesa e letërsisë, besoj, analizat e tekstit. Po. Këto do të thënë pjesa e vështirësive kryesore. Atëre, pasioni jot më thej që është dhe historia. Po. Kryesisht, cilat periudha parapëlqen më shumë? Po, më shumë periudha e rilindasve, për historinë shqipe, se këtë po marrim dhe tani. Të pëlqen arkeologjia? Është një kështu ndërhimja në cirtar. Sa ëndra ke ti me qënë, sa e ke këtë dollapin? Mirë, le të vjojmë këtu tani tek konkursi jonë, le të flasim pak si ishte i ndërtuar ky konkurs. Kishte më shumë pyetje teorike, pyetje praktike, na fol pak në detaje me atë çka përmban ky konkurs. Më shumë pyetje kishte teorike, por edhe këto praktikoheshin në formën e ushtrimeve. Në thelb ishte i thjeshtë. Kishte edhe gjëra të vështira, po patjetër. Të gjitha nivelet mund të themi. E gjetë veten kudo? Po. Arritet të bëje shpejt. Po, them se po. Tani, kryesore patjetër në tematikën e sotshme është konkursi, por primarja për ju është të dilni sa më mirë në provimet e lirimit apo jo. Sa mendon ti se ka ndikuar ky konkurs tek përgatitja jote pra në fillim e jurive, në mënyrë që të marrësh rezultate sa më të larta në provimin e lirimit? Për shkak të përgatitjeve intensive që kemi bërë dhe me mësuesen dhe ushtrime në shtëpi, mendoj se mund të arrit të dalë shumë mirë dhe në provimet e lirimit.
Le të flasim pak për projektin. Tani unë e kam përmendur pak a shumë tek të gjithë të ftuarit, sa rëndësishëm është projekti. E ka dëshirë. Nuk. Jo, është një rol edhe mjaft i rëndësishëm i këtij konkursi. Një projekt i cili do ngelet edhe tek brezat që do të vinë, edhe sa më shumë inovacione të tilla aq më mirë është. Mund ta flasësh pak për projektin që keni menduar? Edhe pse unë nuk jam shumë pjesë e këtij projekti, janë shoqet e mia të tjera të konkursit. Mendoj që është një nga fazat më të rëndësishme të këtij kualifikimi dhe ka dhe pikën më kryesore dhe mendoj se mund t'ja dalim shumë mirë. Çfarë keni si ide domethënë të realizoni? Më shumë për lojrat gjuhësore, për kuice, po. Pra ju jeni një grup, të ftuarit i kishim një grup. Të gjithë kanë një projekt dhe unë uroj që ta realizoni sa më mirë. Prandaj dhe i uruam që t'ju shem në finale dhe fitues. Në finale, po. Atëre, Enja, duke qenë se ky konkurs zhvillohet në faza të ndryshme, sigurisht pritshmëritë janë për në finale. A ke bërë ti personalisht nga ana jote një aludim mbi pyetjet që ti e pasigurt, domethënë që mendon që unë këtu kam gabuar? Dhe ndoshta një përqindje mbi një notë që mund të merrni për të kaluar? Mendoj se në pjesën gjuhësore kam dalë mirë, ndërsa në pjesën e letërsisë pak pyetjet me alternativa ishin pak të vështira. Aty çfarë lajmë? Po. Unë kam bërë një pyetje tek këta të ftuarit të fundit, që mendoj se është shumë e rëndësishme, çfarë ka diçka që mund të përmirësohet tek ky konkurs, sepse mendoj që të rinj, zëri të rinjve, ndonjëherë i mendoj që idetë e tyre janë më inovative, normal që strukturat më lart mund ta mendojnë ta ideojnë këtë konkurs, por ndonjëherë harrojnë që të marrin ndoshta edhe mendimet e të rinjve të nxënësve, sepse ndoshta ato janë më inovative, ndoshta edhe më gjithëpërfshirëse. Çfarë mendon ti? Ka diçka që mund të bëhet më mirë ose të shtohet ti konkursi? Mendoj se ne si të rinj mund të përfshijmë edhe pjesën digjitale në këtë konkurs. Mund të na ndihmojë shumë për kualifikimin në fazën tjetër. Edhe sigurisht të sjellë lehtësira për pjesën e grupit tuaj dhe për të arritur. Atëre, duke marrë shkas sigurisht nga pasionet e tua, nga mënyra se si përshkrove performancën tënde në konkurs, do doja të të pyesja, cili është profesioni që mendon për të vazhduar? Mendoj në pjesën juridike, më shumë. Jurist. Okej. Gjimnazin ku preferon të vazhdosh? Tek Themistokli Gërmenji. Shumë mirë dhe ne të urojmë të arrish ato që ti do në të ardhmen, mund na japësh një mesazh për të rinjt? Mendoj se të gjithë duhet ta studiojmë dhe ta mësojmë gjuhën shqipe. Ta vlerësojmë atë dhe ta ruajmë atë si identitetin tonë kombëtar. Sa mesazh i bukur. Shumë i shkurtër dhe i saktë. Dhe tani nga të rinjt për të rinjt do të ndalemi në fund të emisionit, duke thënë se kemi kaluar një moment shumë të bukur me të gjithë të rinjt e shkollës nëntëvjeçare mësojnëtore e parë shqipe, pjesëmarrës në Olimpiadën kombëtare, e cila ishte sigurisht një nismë, përmendëm dhe më lart midis dy shteteve, Kosovës dhe Shqipërisë, por dhe në konkursin kombëtar të drejtshkrimit dhe gjuhës shqipe. Sigurisht informacionet që ata ndan me ne, idetë e ndryshme mbi projektin ishin nga më të bukura dhe më interesante, që ne do të shpresojmë që të vijnë të gjitha në zbatim dhe në realizim, që të shohim punët e të rinjve të cilat të sundojnë të ardhmen dhe sigurisht të sjellin sa më shumë inovacion në jetën e të rinjve, të cilët do të pasojnë sigurisht. Në pikpamjen time, mendoj që ishte një temë mjaft e zaruar në mënyrën e duhur, një temë mjaft e rëndësishme që jam shumë e lumtur që kishim mundësi që ta zhvilloni më tepër në emisionin ton. Rëndësia e gjuhës shqipe, të nxisim të rinjt që të shkruajnë mirë, të lexojnë edhe gjithashtu ta përdorin gjuhën në mënyrën e duhur, në formën e tij standarde. Shohim shpesh në rrjetet sociale ose në mjedise të ndryshme, dëgjojmë dhe shikojmë që gjuha nuk flitet edhe nuk zbatohet në mënyrën e duhur. Është mjaft e rëndësishme që të kultivojmë tek të rinjt të ndjesinë dhe mendimin se sa rëndësishme është në ruajtjen e identitetit ton si kom. E le të jetë ky emisioni jon i sotëm një mesazh për gjithë të rinjt për ta parë më me kujdes këtë aspekt, edhe për të kujdesur më shumë për identitetin ton dhe për të lënë tek brezat e ardhshëm një shembull mjaft të mirë. Dhe nga të rinj për të rinjt, ju themi se do të rishihemi sërish të hënën e ardhshme në orën 17 dhe sigurisht askund tjetër përveç se në ekranin e RTS Korça. Shihemi me tematika mjaft të rëndësishme dhe të bukura.